që i përkon me startin e fazës së tretë, do të nisë udhën e saj edhe nga stadiumi Flamurtari, atje ku përballë vlonjatëve do të jetë skuadra e Teutës. Kriten Smeta jep startin. Shikojmë njëherë këtë goditje të Telushit, fintën e Abil Aliaj që ka ndjekur sërish aksionin duke dërguar topin në fundin e rrjetës. Mjaft mirë skuadra vlonjate, Abil Aliaj në dy momente ka arritur të përcjell topin në rrjet, nuk ka mundur të ndaloj Kotebelli. Një kryesimi o Xhallarit, nuk del siç duhet Lika dhe më pas topi që përfundon në rrjet, gaboi vlonjatët barazon Teuta. Ndoshta Mirel Çota i ka dhënë shtytjen finale atij topi në rrjetën e Flamurtarit për të barazuar shifrat. Në minutën e 25, Flamurtari 1, Teuta 1. Topi drejt zonës i lartë, Çota me kokë. Nuk arrin të godas si që duhet. Mirel Çota nuk ka ndryrë të gabuar, mundësi për vlonjatët. Goditja Vucajt Rizvani Kotebelli. Ai që largon krosim, është i lartë, qikoni mundësia është i Idrisit tashmë, e majta e ti, topi të vijuar. Shkon mbi shtyll Hektor Idrisi dhe Flamurtari. Në kam tjetër Polizoj Arbri, shëpëm në aty për Nikolic, efton së rishki fundit Arbri, krosimi në zonë, Maxhuni me kokë, Abil Aliaj, topi që largohet. Edhe njerë pran golit skuadra e Flam. Topi ti, kjo goditje dhe Osmani. Ndërhyrje decisive e portierit Alfred Osmani. Mbështet Idrizaj. Ishte bregu, kalimi ti, goditja Osmanaj. Pilati Maxhunit. Qikoni çfarë mundësie për skuadrën e Flamurtarit. Përsëri aksioni Lena. Goditja e ti ngjitur me shtyllën. Humbet një tjetër mundësi skuadra e Flamurtarit. Shkoni këtë mundësi tashmë bregu, portieri Osmani dhe Abil Aliaj vazhdon përsëri. Ka larguar dhe njerë mbrojtja. Shkojmë. Gjithnjëri me këtë goditje, më pas largon dhe Osmani me këm. Një të Idriza i rikthen dhe njerë dhe qëfar umbet atje. Arbër Abil Aliaj, mundësia më e mirë për skuadrën e Flamurtarit. Tjetër gabimi Teutës dhe kjo goditje. Goli i Artiqeut në minutën e 95, Flamurtari 2, Teuta 1. Shërojnë vlonjatët në qastet e fundit të krejt sfidës. Sheaj që shkon të festoj pranë në stolit, ndërkohë që të panishmit në stadium. Shikojmë, kanë dhe ata reagimin e tyre.